kur presidenti Washington fillon mandatin e dytë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mban fjalimin më të shkurtër të përurimit me 133 fjalë. Fjalimi më i gjatë i përurimit me 8423 fjalë është mbajtur në vitin 1841 nga presidenti William Henry Harrison, i cili ndroi jetë si pasojë e qëndrimit të gjatë në mot të ftohtë, duke mbajtur këtë fjalim për 1 orë e 4 minuta. Në vitin 1926, me 4 mars, pra plot 91 vite më parë, kryeministri diktator grek Theodor Pangalo, me prejardhje shqiptare, shpërndan shoqatat greke që kërkonin aneksimin e Epirit të Veriut dhe i kthen Shqipërisë 60 fshatrat shqiptar pranë Korçës. Superpatriotizëm është aq i rrezikshëm sa patriotizmi është me përfitime, u tha gazetarve General Theodor Pangalo, pra ish kryeministër diktator grek me prejardhje shqiptare. Spitali Peterbent Brigham në Boston të Massachusetts realizon transplantin e parë të suksesshëm të veshkave. Kjo ishte një ngjarje historike për fushën e mjekësisë, e cila edhe sot e zbaton këtë operacion, këtë transplant anë e këndë globit, duke shpëtuar shumë jetë njerëzish. Me 4 mars të vitit 1678 ka lindur kompozitori italian Antonio Vivaldi. Vivaldi mësoi violinën nga babai i tij, Giovanni Battista, i cili punonte si berber. Pas një periudhe mësimi, atë birë bën një turne rreth Venecias. Vivaldi kishte një problem shëndetësor, të cilin ai e quante ngushtim të krahërorit. Dhe në fakt bëhej fjalë për astmë, që me gjithë shqetësimet në frymarrje nuk e pengoi të mësonte të luante violinë, të kompozonte dhe të merrte pjesë në aktivitetet muzikore. Në moshën 14 vjeçare, Vivaldi nisi të studionte në një shkollë biblike. Në vitin 1703, përfundoi studimet dhe u emërua prift me emrin fetar Prifti i Kuq për shkak të ngjyrës së flokëve. Vivaldi është padyshim një nga kompozitorët më të mëdhenj italian, edhe në karrierën e tij rezultojnë mbi 500 koncerte, 210 prej të cilave ishin për violinë ose violonçel, 46 opera, simfoni, 73 sonata, muzikë dhome, disa sonata për fyll, si dhe muzikë të shenjtë. Vepra e tij më e famshme është 4 stinët, kompozuar në vitin 1723. Në thelb, ajo ishte si një poem për natyrën, ku ai u mundua të realizonte tingujt e 4 stinëve. Më 4 mars të vitit 1946, ka ndëruar jetë në moshën 39 vjeçare John Shlaku, i cili ishte frat franceskan, mësues, publicist, me një interes të veçantë për krah shkencat humane dhe antifashistët dhe antikomunistët shqiptar. Kur ishte i vogël, regjistrohet në Kolegjin Franceskan në qytetin e Shkodrës, ku kreu fillorën dhe gjimnazin e ullët, kreu shkëlqyeshëm liceun Illyricum edhe kursin e filozofisë në ADV. Edhe për studimet e larta është dërguar në Holand për teologji, siç ishte në fakt praktika e hershme, ku të gjithë dërgoheshin jashtë shtetit. U shugurua me shtar me 15 mars të vitit 1931,
u dërgua nga provinciali atëhershëm Francescan Prenushi të vazhdonte studimet në Universitetin e Louvainit, së pari në degën e shkencave e mëtej në histori dhe filozofi. Doktoroi në Universitetin e Sorbonës në Paris për filozofi.